Unë e dija shumë mirë që shpesh procesi ndodhte që bebat ushqeshin me një herë. Pse ndodh kjo gjë? Ndodh sepse mendoj që është zgjidhja më e thjeshtë nga ana e personelit spitalor. Pra, i japin një biberon. Konsensusin e prindit. Po, ka shumë raste, patjetër që dua të theksoj dhe të vlerësoj që ka shumë mamije që bëjnë një punë shumë të mirë dhe nënave ju vinë në ndihmë në mënyrë të menjëhershme. Por ka dhe raste të tilla që edhe kur nëna e kërkon, flas sidomos nëna të cilat kanë lindjen e dytë dhe pak ju ka dalë dhe ajo frika lindja e parë gjithmonë është më e frikshme, le të themi, se nuk dia si ta mbash. Pikërisht. Dhe mamat dhe kur ju a kërkojnë, ndodh që personeli spitalor, pra stafi të mos ju përgjigjet kërkesës. Dhe teoria që përdoret në këto raste, pra shpreha tipike është ti nuk ke qumësht, të presim të vi qumshti ose ti nuk ke thitha. Kjo më ndodhi dhe mua.